Arjani ka punu për Mitrovicën, jo Fatoni. Fatoni ka punu për bujqësi, në për Haveca, në për... Arjani qka ka premtu dhe i tash jenë realizu. Problemet e një normal që Arjan Tahiri një ma mirë. Kush po ju pëlqen mas shumë ti në debat? Faton Peci apo Arjan Tahiri? Arjan Tahiri. Cili premtimi i Arjanit ju ka ngel në mendje? Arjani qka ka premtu dhe i tash jenë realizu. Edhe apet do të realizohen edhe tjerat. A mendoni që e një ma mirë Arjani komunën e Mitrovicës që jeton në të, apo Faton Peci që udhton çdo ditë për me ardhur në Mitrovicë? 100% Arjani ma mirë e një Mitrovicën se Fatoni. Kush mendoni që ka punu ma mirë për Mitrovicën, Arjani si nën kryetar, apo Faton Peci si ministër i bujqësisë? Arjani normal që Arjani ka punu për Mitrovicën, jo Fatoni. Fatoni ka punu për bujqësi, në për Haveca, në për qëto sera qëtu, a në Mitrovicë Arjani ka punu. Nëse kishe pas mundësin me i taku edhe Fatonin edhe Arjanin, çka kishe pas me ju thonë? Mi ju thonë që për Mitrovicë, jo për me shku mërnun Prishtinë, e për Mitrovicë mu vetë. Po a i qërnën Mitrovicë, a i me punu për Mitrovicën. Momentalisht Faton Peci është duke u hetu prej prokurorisë për korupcion. A menoni që është personi korruptum? Aty nuk di, aty prokuroria din atë punë. Unë nuk di. Më dëshmë na tregu kush po ju pëlqen më së shumti në debate, Faton Peci apo Arjan Tahiri? Mas shumë të për mu, Faton Peci është bëndës. është një person që sa po muj me kuptu, pe pëlqen njerëzit e Mitrovicës. Pe dojnë ma shumë. A ju ka ngel... Edhe besoj që është njeriu i dur për Mitrovicën, në kohën e dur. A ju ka ngelur ndonjë premtimi tyre në mendje? Po, ta shoponisna si ministër e bujqësisë, sa kom përcjell, kë ka bon mas shumë tipi krejt ministrav tjerë. Dhe me thonë, ka realizu shumë premtime për fermer, edhe ka qenë për mu, ka qenë një sukses shumë. A mendoni që ka për qytetarët e Mitrovicës, ka realizu ma shumë sa ne Arjani si nën kryetar i Mitrovicës, apo Faton Peci si ministër i bujqësisë? Ja, a mendoj se Faton Peci ma shumë, se edhe pse s'kom jetu këtu në Mitrovicë, adin, për me përcjell Arjanin, po si ministër, e di që kë ka bon ma shumë. Jo për Mitrovicën, po në përgjithësi, adin. Edhe besoj që do t'ishte fat për Mitrovicën nëse Faton Peci bëhet kryetari i komunës. A i një më mirë problemet Arjan Tahiri që jeton këto, apo Faton Peci që udhton çdo ditë nga Prishtina për në Mitrovicë? Problemet e një normal që Arjan Tahiri një ma mirë, nëse ka qenë në kryetar, se di ma herët, po i një ma mirë. Po tash qytetarët e vendosin, s'është ata qytetarët e Mitrovicës le të vendosin vetë. A mendoni që Faton Peci është i korruptum pasi është duke u hetuar momentalisht nga prokuroria? Ka disa akuza, po derisa të shpallet fajtorët, s'mësh mi thonë kur gjë, se dyshime ka, po dyshimet janë veç dyshime, nuk do me thonë që është fajtor, derisa nuk e shpallet gjykata, nuk mësh me thonë kur gjë heq. Po për mua, disa e kom përcjell, ka qenë është ministri maj suksesshëm për i krejtëve në qeverinë e Kurtit. Mu më kalon për shtypjet mirë, edhe sot kam për shtypjet mirë për Faton Peci. Kush po ju pëlqen mas shumë ti në debat, Arjan Tahiri apo Faton Peci? Mu më pëlqen Arjan Tahiri, edhe është vendas këtu. Peci vjen herë një javë në 2 për Prishtinë. Pra po thoni që problematikat e qytetit Mitrovicës i një ma shumë Arjan Tahiri që qëndron këtu se sa Faton Peci? Ma shumë dhe ka qenë në kryetari komunës, në me thonë, ajtë që është në vena edhe në një qytetin e një, çdo gjë rrethin është maj fort shumë. Momentalisht Faton Peci është duke u hetu prej prokurorisë. A menoni që është person i korruptum? Ma të problemet tyne nuk e dijon aty. Fakte s'ka hala, s'muja akuzohet. Pa fakte. Nëse kishe pas mundësinë me i taku të dy, çka kishe pas me ju thonë? Nuk e di veç, Arjani është ma i pëlqyeshëm, po ma mërmena për qytetarët Mitrovicës, përgjithësi. A mendoni që e fiton pa ballotazh Arjani? Ma mërmenë që po.